Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Arrestohen 15 persona për dhunën në protestën e Partisë Demokratike, hodhën molotove, fishek zjarre ndaj policisë në hetime dhe deputet të opozitës. Ambasada Gjermane dënon dhunën në tubimin e opozitës mbrëmjen e së dielës, partitë politike të distancohen nga sulmet ndaj personave dhe objekteve. Rëndohet bilanci i aksidentit tragjik në Vlorë, shkon në 3 numri i viktimave, humbi jetën në spitale dhe pasagjeri që mbeti i plagosur nga përplasja e makinave. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Dhuna ndaj efektiveve të policisë në protestën e opozitës, ku 6 prej tyre u lënduan, ka çuar në pranga disa persona. Në hetim janë edhe deputet të Partisë Demokratike për nxitjen e të miturve për akte dhune. Tubimi i së dielës u shoqërua me përplasje të forta mes protestuesve dhe policisë. Policia e Tiranës ka arrestuar 15 persona në lidhje me protestën e së dielës të Partisë Demokratike, ndërsa 9 janë në hetim në gjendje të lirë. Mes të shoqëruarve 5 ishin të mitur, por u lanë të lirë. Sipas uniformave blu të kryeqytetit në hetim është edhe deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu për veprat penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të palishme dhe shtyrje të miturit në krim. Kjo ishte protesta e 7 kombëtare e opozitës dhe në këtë tubim u shënuan akte dhune dhe përplasje mes mbështetësve të PD dhe efektivëve të policisë. Në protest nuk u vendos podium, por ju lanë dorë qytetarëve. Pas gërmullimit përpara kryeministrisë, u hodhën molotov dhe fishek zjarre në drejtim të kordonit policor dhe godinës së qeverisë. Më pas, protestuesit nisën marshimin në disa rrugë të Tiranës. Molotov dhe fishek zjarre u hodhën edhe ndaj Ministrisë së Infrastrukturës, pranë Bankës së Shqipërisë, ku u shënjestrua edhe selia e Partisë Socialiste. Por për shkak të kordonit policor, protestuesit nuk u afruan dot. E njëjta situatë u krijua edhe në afërsitë të parlamentit, ku efektivët dhe mjetet ujëheqëse bllokuan kalimin e tubuesve. Në kryqëzimin e rrugës së Elbasanit pati një tjetër përplasje mes protestuesve dhe uniformave blu të angazhuara për të siguruar rendin. Molotovët lënduan 6 efektiv të policisë, të cilët morën ndihmën e parë në spital. Ambasada e Gjermanisë ka dënuar dhunën ndaj policisë dhe institucioneve gjatë protestës së opozitës. Ajo ka bërë thirrje partive politike të distancohen nga këto akte, ndërsa ka theksuar se e drejta e protestës është një nga liritë themelore. Ndërkombëtarët kanë dënuar dhunën e përdorur gjatë protestës së opozitës të dielën. Në një reagim në Facebook, ambasada gjermane e ka cilësuar tubimin si të drejtë themelore të çdo shoqërie demokratike, por i kërkoi partive politike të mos përdorin dhunë. Ambasada Gjermane dënon dhunën e papranueshme në kuadër të demonstratave të dieshme. Protestat politike dhe e drejta për të demonstruar janë të drejta themelore në çdo shoqëri demokratike, por ato nuk mund të përligjen asnjëherë dhunën ndaj personave apo objekteve. Ne kërkojmë prej përfaqësuesve të partive politike përgjegjëse të distancohen në mënyrë të paekuivoke nga dhuna. Ndërkohë, në raportin paraprak të avokatit të popullit, i bëhet thirrje policisë që të shmang përplasjet me protestuesit. Avokati i popullit gjen rastin të theksoj se ndërsa inkurajon vetëm tubimet paqësore, i bën thirrje forcave të rendit për vetëpërmbajtje dhe profesionalizëm pavarësisht dinamikës së protestës. Të dielën opozita zhvilloi protestën në 7 kombëtare, duke kërkuar tërheqjen e Edi Ramës dhe krijimin e qeverisë teknike. Seli Berisha është shprehur se protesta do t'i kalojnë kufijtë e Tiranës për t'u përgjigjur pakënaqësive që kanë njerëzit edhe në qytete të tjera. Kreu-demokrat foli edhe për kritikat e Ervin Salianit, duke i quajtur atë të vetëpërjashtuar nga partia. Protesta e së dielës për kryetarin e Partisë Demokratike ishte e suksesshme. Ndaj Berisha tha se tubimet mund të përhapen dhe në qytete të tjera. Në një konferencë për mediat, kryedemokrati u shpreh se opozita do të mblidhet kudo ku ka pakënaqësi nga qytetarët. Aty ku është pakënaqësia do ngrihet protesta. Regjimi do të përballet në të 4 anë të vendit me qëndresën e fuqishme popullore.
Berisha komentoi dhe qëndrimin e ambasadës gjermane në Tiranë, e cila dënoi me forcë përdorimin e dhunës në protestë. Përcaktuar për kryengritje paqësore, por një gjë mund të them, në qoftë se këto protesta ka patur me dhjetra demonstrues të plagosur nga dhuna policore, nuk ka patur gjersot asnjë polic të plagosur. Në kushtet e një grushti shteti janë të ligjshme të gjitha mjetet, por ne qëndrojmë tek mjetet paqësore. Sa i përket takimeve të Ervin Selianit me bazën e PD, Berisha theksoi se nuk i trembet. I vetë përjashtuar ishte i vetë përjashtuar, nuk ndryshon asgjë. Tani pse e birson ky apo ai politikisht, këte apo ate, kjo s'është puna ime. Kreu Demokrat bëri të titur se protestat nuk do të ndalen deri në rrëzimin e qeverisë Rama. Ekspertët e ekonomisë e konsiderojnë të pamjaftueshme masën e qeverisë për uljen e akcizës së karburanteve. Sipas tyre duhet hequr fare që ulja e çmimit të naftës për konsumatorët të jetë reale. Për çdo ditë kur çmimi do të kërcej mbi tavanin e 220 lekëve, do të ketë menjëherë një ulje me 20% të akcizës së naftës. Kur e dëgjon në parim duket si një lehtësim i madh, por kur bën llogarit kursimi nuk është më shumë se rreth 600 lekë në muaj. Lëvizja e qeverisë për uljen e akcizës me 20% nuk duket se do të sjellë ndonjë lehtësim të ndjeshëm për përdoruesit e arit të zi. Unë nuk e di arsyen pse është vënë ky tavan 220 lekë. Nuk e di edhe mbi çfarë baze janë bërë këto llogaritje. Pikpamja ime personale është që akciza duhet e hequr komplet. Akciza është ajo që dyfishon çmimin e naftës. Nëse nafta në tregun ndërkombëtar përpara konfliktit ishte 60-65 lekë për litër, akciza e çonte 100 lekë. Mbas akcizës ishte TVSH-ja që 20%, edhe çmimi shkonte direkt 120 lekë. Vitin e kaluar, sipas të dhënave nga Ministria e Financave, në arkën e shtetit u futu rreth 300 milionë euro nga të ardhurat prej akcizës mbi naftën. Sipas për llogaritjeve, arka e shtetit do të humbiste vetëm 3.3% të totalit të ardhurave. Unë se buxheti i shtetit po shpartallohet. Jo shikoni çfarë po ndodh me buxhetin e shtetit. Dhe ato para që përdoren për punimet civile janë dopta. Pra, ka dy variante në lidhje me taksat. Ose të marrin taksat edhe të bëjnë buxhet shtetit mirë, ose të ato taksat mos i marrin dhe t'ia lëmë qytetarët i përdorin lekët ashtu siç duhet. Në rastin konkret, akciza është total është 20-24 milionë euro në muaj. Dakor? Atëherë pse këto 24 milionë euro ti marrin shteti mos e lë qytetarëve? Ndërkohë në tregjen ndërkombëtare çmimi i naftës po vazhdon rritjen në bursë, ndërsa në tregun vendas litri naftës po tregtohet me 214 lekë për litër. Bilanci i aksidentit tragjik që ndodhi mbrëmjen e së dielës në Vlorë është rënduar, duke e çuar në 3 numrin e viktimave. Fatkeqësisht ka humbur jetën edhe personi që mbeti i plagosur rënd. Mëngjesin e kësaj të hënë ka shkuar në 3 numri viktimave nga aksidenti tragjik i së dielës në aksin Drashovic-Kot të Vlorës, si pasojë e përplasjes së fortë të 2 automjeteve. Fillimisht 2 persona humbën jetën në vendngjarje, ndërsa një pasagjer u transportua me urgjencë në spitalin e Vlorës në gjendje kritike. Bëhet fjalë për 40 vjeçarin Andrea Bega, i cili nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra dhe ndroi jetë. Sipas burimeve spitalore, gjendja e tij ka qenë shumë e rënduar që në momentin e mbërritjes. Në vendin e ngjarjes humbi jetën drejtuesi i automjetit tip Mercedes-Benz Adi Alusha, 30 vjeç, si dhe 40 vjeçari Esad Brahimaj, i cili ndodhej në automjetin tip Ford. Sipas policisë, dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia e lartë e automjetit Ford, i cili ka kaluar në krahun e kundërt të rrugës dhe është përplasur me automjetin Benz. Dyshohet gjithashtu se drejtuesi i mjetit Ford Esad Brahimaj ka qenë shkaktari i aksidentit. Ndër faktorët që mund të kenë ndikuar në ngjarje, policia përmend edhe mungesën e ndriçimit në segmentin rrugor. Për të nxjerrë trupat nga makinat e përplasura është dashur ndërhyrja e zjarfikësve, pasi kanë mbetur të bllokuar nga deformimi i automjeteve. Ndërkohë që edhe gjatë kësaj të hënë shenjat e aksidentit janë të dallueshme. Përplasja ka qenë aq e fortë sa pjesët e automjeteve kanë përfunduar kudo në segmentin rrugor.
Në segmentin rrugor shihen edhe shenjat e frenimit të fortë të mjetit Ford që janë ende në rrugë. Ato tregojnë qartësisht se mjeti Ford ka qenë aq shpejt sa ka kaluar në anën tjetër të korsisë. Aksidenti ka ndodhur në një pjesë të drejtë rruge ku ke mundësi të qarkullosh me shpejtësi, ndërkohë që në fund të kësaj rruge vjen një kthes ku mendohet se pas frenimit të fortë për të ulur shpejtësinë përpara kthesës, mjeti Ford ka humbur kontrollin duke dalë nga korsia dhe ka goditur më pas automjetin tip Benz. Një plagosje me armë ndodhi mbrëmjen e së dielës në lagjen nr. 6 në Kavaj. I plagosuri ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Policia njoftoi se një 42 vjeçar u arrestua pasi plagosi me armë një 39 vjeçar pas një konflikti për motive të dobta. Sipas policisë, autori u identifikua dhe u kap brenda pak orësh në Durrës, ndërsa në pranga ra edhe një 35 vjeçar, i cili dyshohet se e ndihmoi të largohej pasi kreu plagosjen. Ndërkohë, pas disa orësh, policia gjeti armën tip pistolet, të cilën autori e kishte hedhur gjatë largimit nga vendi i ngjarjes. Policia e Vlorës ka bërë një sër kontrollesh të zgjeruara në hyrje të qytetit. Operacioni është zhvilluar nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe policia rrugore, duke ushtrirë në disa prej akseve kryesore hyrëse të qytetit. Kontrollet janë përqendruar jo vetëm tek verifikimi i rutinë i mjeteve dhe dokumentacionit, por edhe tek identifikimi dhe kontrolli i personave me precedent penal. Burime nga policia bëjnë me dije se këta individ janë verifikuar me prioritet në kuadër të parandalimit të veprimtarive kriminale dhe rritjes së sigurisë në territor. Në kuadër të këtij aksioni, 10 automjete janë ndaluar dhe janë kontrolluar si për dokumentacionin përkatës, ashtu edhe për përmbajtjen e tyre. Efektivët kanë ushtruar kontrolle fizike ndaj personave që udhëtonin në to, duke synuar zbulimin e sendeve të jashtëligjshme si armë dhe lëndë narkotike. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.